Të dashur miq, çdo pacient që përballet për herë të parë me diagnozën e hipertensionit arterial, pyetja e parë që më bën është cili është shkaku. Unë këtë gjë e kam sqaruar edhe në video të tjera dhe më pëlqen se edhe në Shqipëri e din, pra janë hipertension arterial ka dy lloje, pra është hipertensioni primar dhe hipertensioni sekondar. Për pacientët të cilët kanë hipertension primar, që është dhe shumica e rasteve, përgjigja ime më duhet që t'i zhgënjej, sepse është ai që quhet hipertensioni multifaktorial. Pra, nuk ka një dhe vetëm një shkak, ka disa faktorë të cilët kontribuojnë bashkë dhe faktori kryesor është për fat keq thjesht procesi i plakjes. Pra është si një tub, si një tubacion, si një çesëm, nuk është njësoj ajo që është e refrigo dhe nuk është njësoj ajo që ka 20 vjet. Dhe prandaj ajo që ka 20 vjet duhet pasur kujdes të trajtohet çik më me kujdes që mos të plasi. Atëherë unë dua me këtë video të sqaroj se në cilat raste duhet kërkuar për një hipertension sekondar. Pra, më vjen shumë keq që shumë pacient harxojnë lek këtej andej kërko këtë, kërko atë, domethënë bëj analiza, dalin analiza, nuk dihen të interpretohen analizat, ky është dhe problemi pastaj. Dhe kushton shumë kohë dhe kushton shumë stres. Këto 7 raste të mëposhtme duhen parë me kujdes për të gjetur një shkak për hipertension. Numri 1 është çdo pacient i ri, domethënë çdo fëmijë, çdo i ri 18 vjeç dhe çdo pacient nën moshën 30 vjeçare me diagnozë për herë të parë hipertension të çdo gradi. Këto pacient duhen kontrolluar për një shkak sekondar. Dhe cilat janë shkaqet sekondare, do i themi në videot i kam thënë videot e mëparshme dhe do vazhdoj dhe do i them edhe në videot e tjera. Numri 2 janë pacientët të cilët kanë hipertension të gradës së dytë nën moshën 40 vjeçare. Pra një pacient nën moshën 40 vjeçare me hipertension të gradës së dytë, që janë vlerat nga 160 deri në 180 sistoliku dhe nga 100 deri në 109 diastoliku. Këta pacient duhen parë për një shkak sekondar të hipertensionit. Numri 3 janë pacientët të cilët kanë atë që quhet, po e them në gjermanisht, s'po vi ka ausgeprägte Endorganschaden. Do të thotë kanë dëmtime në tru, dëmtime në sy, dëmtime të veshkës, dëmtime të zemrës, të enëve të gjakut e të tjerë. Këta pacient duhen kontrolluar sepse mund të kenë një shkak sekondar. Numri 4 janë pacientët të cilët kanë recidiva të krizave me gjithë terapinë. Çfarë quhet krizë? Krizë është tension mbi 180 me shqetësime dhe nën mjekim do të thotë që 1-2 javësh i duhet mjekimit, pra çdo gjë nën 2 javë nuk quhet, domethënë mbi 2 javë me mjekim, po prap kriza tensioni dhe këta pacient duhen parë për një shkak sekondar. Numri 5 janë gratë shtatzana me hipertension. Pra çdo grua shtatzan me hipertension duhet kontrolluar. Ka ato që e din që ka një shkak, është punë tjetër, por çdo hipertension për herë të parë në shtatzani duhet kërkuar. Numri 6 është syri klinik i mjekut. Pra numri 6 është në qoftë se mjeku vetë me klinikën, me çfarë i thot pacienti, me çfarë shikon ai, dyshon për një shkak sekondar. Dhe numri 7 dhe i fundit janë ata pacient të cilët kanë në familje një person me hipertension sekondar. Dhe një e shkurtër për hipertensionin sekondar mund të jetë tiroidja, mund të jetë gjendra mbiveshkore, mund të jetë veshka, mund të jetë stenoza e arteries renale e tjerë e tjerë. Por 2 shkaqet kryesore janë numri 1 është ajo që quhet OSAS ose sindromi i apnes së gjumit dhe numri 2 është hiperaldosteronizmi. Hiperaldosteronizmi vjen si nga një hipertrofi, pra nga një zmadhim, ose nga një tumor i gjendrës mbiveshkore i cili prodhon
aldosteron dhe çon në hipertension.